Është një farveni shumë i për me hongër buk. Ushqimin e kena jashtëzakonisht mirë. Qa boti, jo? Kjo është veç file e peshkut e bardh, pa hala mësh me hongër pa utut. Po është ushqim i zgjedhëm. Jemi të vetmit në Prishtinë me këtë lloj përgatitje, që unë nuk i përzina mysterive në porosive, që ti po ta marr një pomfrit, është shumë bukur po duket. Edhe pjuloj juve me hongër se kam punë tjera, apo? Përshëndetje njerëz, jena qëtë në shesh. Rrugicën qëtë të rruga Hajdardushi, mona me qëtë rrugë, është një farveni shumë i për me hongër buk. Që erdhëm dhe me thonë atë veni. Zakonisht të thojnë volti gjithmonë është i pranishëm, sepse porosit që i morë njerëz janë të shumëta, me volt po dhe unë e kom gjithë kohën ku nuk vim bak shumë njerëz që me boke këtë reklam për këtë restorant mirë. E zoni i spota me thonë. Shpeshin e thote këkënerë, s'po i anena se s'dolin kërkush më mprit, po s'ka lidhje. Vend të i për i përshtatshëm, me orë me familje, me orë me shësni, edhe të ashtë na e morëm si të meny, edhe e këshyrëm, çmimet, që gjitha të arsyeshme dhe të mira. E të këshyrë bre, prit porosisit tani. Sa është e veç për prezë, më thonë ka të mjanë ushqime, ku porosit ka gja shumë, edhe të prej se ma të shërbysen, më thonë kush ko me orë. Oj, mirë se ke ardhë, o zotni. Pa i kishe porosit shumë, habibi, nuk e disha kush o ai Gargamel, që i ka porosit 5 pjata, që po t'i bje dhe tjera, në shumë mërzit. Që kalzoha, kush është më thonë pronori këti biznesi, pas pak do më thonë duke e shiuar ushqime, jam kalzoj dhe pronore dhe historinë e këti biznesi të tinaj. Para se më janë njës bisedeve këshënë me s'pa po mje. Më thonë veç me këshyrë të ushqet shpirte e lemo, ku t'i hajsh. A thash, e hukin, e kukin. E kuptohet, më thonë që qafë sa fort e bujnë. Atëre që prezentojnë, më thonë me pronorin, kjo është Arian Zezaire, apo për nyshe i thojnë lideri suprem. E që shuar kjo, pse e bonë edhe si biznes vetin, pse po dënë edhe lider lëk me kalzu dhe së zote e dit, po do t'a dini edhe jo dhe më thonë pas prononcimi tine, shikë. A ke prek kërkalicën e do? E preka pak që. E, po tash më përlyve të mu. Aje, më sanit. Boftë mirë, habibi, mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta. Më thëmë, nuk e dija ka pas mështeri para time. E, që hukim e dija, që hukim nuk e di unë, se janë ato... O, të si gjeni për ason? Ha, verën, se kam unë e veç e di që... Ti veç menager lëkën, apo? Jo, unë e veç e këshyri, a ka nevoj për na ngarkim-shkarkima. Me një mune e zënë, ne i thasë, për ndryshe, ushqimin e kena jashtëzakonisht mirë, ato zojat që përnin aty e bëjnë me shumë pasion, shija është e veçantë. Që shpjetojnë 100% halal, apo? 100% halal, normal se pesh jo 100% halal. Të pesh ko s'ka këtë, e? S'ka halal aroma t'i bën, po është ushqim i zgjedhëm. Jemi të vetmit në Prishtinë me këtë lloj përgatitje, kështu që na ke ndërru edhe ti me prezencën, veç shtu asnjë mishteri sikur ti s'ka porosit kallabllëk. Kështu që domethënë e kena një marrëveshje këtu na për shihet që e ka. Kur të futesh brenda ato që porosit duhesh me xhbi komplet. Ka me vete, ha? Ja, nuk ka me vete këtu, duhesh me hongër komplet deri në fund. Kjo është çfarë? Fish fingers, si themi. Ç'a boti, jo? Kjo është veç file e peshkut e bardh, pa hala, mësh me hongër pa utut. Do të smoj me Ja, unë që ki taksirat nëse ti çfarë na fakë ki çillon ty na, jo. Po nuk ka çfarë. Fjalëm. Edhe sosin tonë e provova kështu, që kjo është ai tartar sosi që kemi sekret. Me huda, ha? Ja, tash me huda më thash sekret, më me të kallzu me shkallë, atëre kallë të apo s'ka huda, jo. Po unë na më nxjerr fjalë. Na. Raham. E kina plan me qeltës, dash, me që nej... Edhe shto karkarit, dhe më thoni pas këtë qirume. Edhe karkarizat janë të qirume, sakt. Në s'keni nevoj më zhyte, me jamo bel, me një herë e kopë. Në te për e mirë, o zëtë, mashallah. Me smime, është si ndete, ja, ndete, si në Kosovë? Po më ndete pagun ma shumë ti për shkak të shezlonit. Këtu shezlon nuk kemi mirë, po pamja është afër sheshit, lokacioni është shumë i mirë. Si mos e përdu ndete e more në këtën? Po më ndete e more, po ndete duhesh me pagu aty 1.000 lekë të reja të vjetra, këdi une. Çmimet më që janë të arsyeshme, konform të ekonomisë. A ka këtë që thojnë verësia në sen? Po të se për shumë janë për vete kam këto, të se mas të... Po, për ty mujna me negociu diçka, për sa dje. Që une nuk i përzina mysterive në porosive, që ti po ta marr një pomfrit, është shumë bukur për duket, edhe pjuloj juve me hongër se kam punë tjera, apo? Ha, bosh mirë. Nuk rahatia nuk më nganë, kam arban unë shmelon së tashat e kam edhe burë kam edhe të hojnë apo burë bërkesë, nash këtë dita, që edhe vëtë burë.
Pomfrita alar, se s'mu ta ketë mi hongër, edhe ti kam e marrë mashallah ke hongër shumë. Mos e leni pa osë rezervë, fenomenal. Më thonë, këta ekipe me hongër me veti, Girilica, zi që shë thamë. Mro, këtë dhe një.